Në fakt në terma të përgjithshëm, mund vlerësojmë që në këtë mandat qeverisës që ka pasur të themi ashtu më shumti kontestime dhe më shumti vlerësime dhe atakime të kësaj qeverie, por edhe kësaj legjislature ndaj Kushtetutës së Republikës Kosovës, dhe kjo ka ardhur kryesisht në dy segmente. Në segmenti i parë është në procesin e draftimit të përgatitjes dhe miratimit të ligjeve dhe vendimeve të caktuara, dhe shkelja radhës që është bërë në një segment të deklarimeve dhe ndërhyrjeve të vazhdueshme si në parlament, ashtu edhe nëpër media dhe nëpër konferenca, mos flasim nëpër fushat zgjedhore, sepse ishte vit zgjedhor dhe e pam që qasja e qeverisë e ekzekutivit në këtë rast ka qenë një qasje agresive, sidomos ndaj sistemi gjyqësor dhe prokurorit të Kosovës, dhe normalisht që kur ka kësi lloj qasje atëherë është e kuptueshme që ka me pas dhe bie ndesh të gjitha veprimet, të themi ashtu, potencialisht kësaj legjislature dhe këtij mandati qeverisës ka kësaj kushtetute. Parim, Kosova ka një kushtetutë moderne, në kuptimin e garantimit që ofron për të drejtat e njerëzit, për të drejtat e pakicave, për standardet që ofron lidhur me parimin e ndarjes dhe kontrollit dhe balancimit pushteteve, me respektimin e kompetencave dhe të institucioneve, qoftë të legjislativit, qoftë të ekzekutivit dhe të gjyqësorit. Megjithatë duket që politikanë dhe ata që po marrin pozita larta shtetërore, kryesisht këta që janë në nivel qeveritar, duket se nuk është që po brengosen për dispozitat e kushtetutës edhe për të themi ashtu kontrollin e punëve dhe veprimtarisë së tyre karshi mos cemimit të Kushtetutës së Republikës Kosovës. Ne jemi dëshmitar që një kategori e ligjeve të propozuara, të miratuara në qeveri dhe në kuvend janë kontestuar në gjykatë, janë anuluar nga ana e gjykatës, madje jo çfarëdo ligje, po ligje vitale që përfshin ligjin e KPK-s, ligjin e zyrtarëve publik, ligjin e Biros Shtetërore për konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme në kontest civil, pastaj ka pas disa vendime të shkarkimit të anëtarëve të bordit të RTK-s e disa mekanizmave të tjerë pavarur, siç është Këshilli i Pavarur në Mbikëqyrës, dhe kështu Kushtetuta e Kosovës këto 4 vite unë mendoj që është atakuar në mënyrë shumë brutale nga ana e ekzekutivit në Kosovë. Absolutisht që e afekton goxha shumë të parimin në shtetit të së drejtës, sepse ne jemi një republikë e re, të themi ashtu kushtimisht, edhe pse i kemi gati 17 vite shtet, ose i kemi përmbushur 17 vite shtet, megjithatë kur ka kësi qasje averzive dhe agresive ndaj respektimit të kushtetutës, atëherë normalisht që kjo reflekton nëpër raportet dokumentare, sidomos nëpër raportet emisioneve të huaja që i kemi këtu, por edhe faktikisht reflekton edhe aspektin e integrimit të Kosovës në procesin ndërkombëtar, për shkak se të gjitha këto janë segmente që merren parasysh me rastin e vlerësimit të kapaciteteve të shtetit Kosovës në respektimin e sundimit ligjit, në respektimin e shtetit të së drejtës, në respektimin e kushtetutës dhe të kompetencave të organeve të pavarura kushtetuese. Gjykata kushtetuese, gjitha vendimet që i kanë marrë brenda suvazave dhe kompetencave që i ka spari me kushtetutë, pastaj me ligj të gjykatës dhe me rregulloret e punës së gjykatës. Të gjitha procedurat kanë shkuar sipas të procedurave standarde të kontestimit të projekt ligjeve të miratuara në parlament. Thjesht gjyqtarët e gjykatës e kanë luajtur mandatin e vet dhe kompetencat e tyre i kanë ushtruar në përputhje me kushtetutën. Sa i përket kualitetit të vendimeve që janë lëshuar nga ana e gjykatës kushtetuese, pothuajse të gjitha kanë qenë të bazuar në kushtetutë dhe madje të arsyetuara nëpërmjet të praktikave dhe standardeve europiane, qoftë të opinioneve të Komisionit të Venecias, por qoftë edhe të rekomandimeve ose të themi ashtu praktikave më të mira të gjykatave kushtetuese në rajon si në Evropë. Prandaj deklarimet dhe sulmi që është bërë gjyqtarëve të gjykatës së kushtetuese normalisht që ka cenu rënd pavarësinë e tyre, për faktin se është një fallë presioni i drejt për drejt, edhe nëpërmjet media, edhe nëpërmjet konferencave, madje edhe nëpërmjet mbledhjeve në qeveri, në parlament, ndaj punës së gjyqtarëve, dhe kjo normalisht që e afekton pavarësinë gjyqësore të kësaj gjykate, dhe kjo është një shembull i keq, themi ashtu, edhe për demokracinë edhe për shtetin e së drejtës, sepse asesi politikanët nuk është që është ndaluar me komentu një vendim gjyqësor, por është e ndaluar me e sulmu një institucion pavarur kushtetues, sepse ti mos mos pajtime me arsutimet e një gjyqtari ose një gjykate, por asesi të vësh në pikpyetje zbatimin e atij vendimi gjyqësor në këtë rast. Pra nuk guxojmë na të japim shembull që si pushtetarët, si ata që mbajnë pozita në qeveri, në parlament apo në pozita të larta shtetërore, që t'japin mesazh para popullit që i zbatojnë vetëm vendimet që janë adekuate dhe na përshtaten neve si
si pushtet qeverisës dhe nuk respektojmë ose nuk zbatojmë dhe nuk njohim vendimet e gjykatave e organeve të pavarura kur ato vendime janë në kundërshtim me interesat tona politike dhe partijake. E te na është manifestu një sjellje e tillë e kësaj qeverie, sidomos e partisë në pushtet, për faktin se ka pasur raste kur vendimet caktuara ju kanë hyrë punë dhe i kanë përshëndetur, kurse ka pasur raste kur vendimet e gjykatës janë sulmuar në mënyrë brutale, po ata marrë rastin e amendamenteve kushtetuese për vetimin, ato janë vlerësuar lart dhe janë përshëndetur edhe vendimet e gjykatës. Ka pasur raste të tjera që janë konsideruar si vendime të drejta, mirëpo ka pasur raste kur për shembull është rezulltuar ligji i KPK-s ose kur është rezulltuar ligji i Birosh Shtetërore, është kontestuar dhe mënyra se çu kanë votuar gjyqtarët e gjykatës, pra është përzierë nga ana e kryeministrit. Kjo ka qenë sjellje të jetë e papranueshme sepse nuk i takon një pushtetit ose një kryeministri të qeverisë së Republikës Kosovës që të përzihet dhe të komentojë se si vendosë, si diskutojnë dhe se si i trajtojnë rastet e gjyqtarëve në gjykatë.